Familja e Sasa Hodës, banore së Big Brother VIP Kosova, ka dalë me një reagim të gjatë publik pas deklaratës që ajo bëri mbrëm lidhur me gjyshjen e saj. Ata synojnë të qartësojnë atë që e përshkruajnë si një keq kuptim të madh, i cili ka lindur nga një fjali e gabuar e thënë nga Sasa në një moment të ngarkuar emocionalisht. Në reagimin e tyre, familjarët nënvizojnë se shprehja që Sasa përdori ishte jo vetëm e pasakt, por edhe e papranueshme, duke mos përfaqësuar as pak bindjet dhe vlerat e familjes. Ata rigujtojnë se gjyshja, pavarësisht prej ardhjes, ka qenë gjithmonë një njeri me zemër të madhe dhe me shpirt të thellë human. Sipas tyre, ajo ka shërbyer komunitetit me mirësi, duke ndihmuar familje të ndryshme gjatë periudhave të vështira të luftës, ku ka ndarë bukë, ka ofruar strehe dhe ka qëndruar pranë njerëzve në nevojë. Për këtë arsye, ajo njihet gjërësisht në qytet si shembull i vlerave të mira njerëzore. Familja thekson se deklarata e Sasës është keq interpretuar dhe se reagimet e publikut po japin një drejtim të gabuar fjalëve të saj. Ata ndihen të detyruar të vendosin të vërtetën në vend, me qëllim që një shprehje e rrëshqitur të mos dëmtojë figurën e një gruaje që ka bërë vetëm vepra të mira gjatë gjithë jetës së saj. Në vazhdim, ata shtojnë se humanizmi i gjyshes është trashëguar edhe te Sasa, të cilën sipas tyre shumë njerëz e njohin për mirësinë dhe karakterin e saj. Në fund të deklaratës e publikuar në profilin zyrtar të Sasës në Instagram, familjarët sqarojnë keq kuptimin e shprehjes së përfolur. Ata theksojnë se fraza "paloj 10 shqiptare" ishte thënë me idenë se gjyshja e tyre ka pasur vlera sa 10 shqiptare, e jo në ndonjë kuptim negativ apo ofendues. Me këtë sqarim, ata shpresojnë të largojnë çdo keq kuptim dhe të rikthejnë respektin për figurën e gjyshes.